Të dashur teleshikues, ja të kemi sërish së bashku me një lidhje direkte nga Elbasani, së bashku me Teuta Toskën, e cila do të na tregoj pak më tepër për ditën e verës, se si festohet në Elbasan dhe për të gjithë ju që nuk e keni parë asnjëherë, nuk keni shkuar asnjëherë në ditën e verës në Elbasan, besoj se keni humbur shumë. Përshëndetje dhe faleminderit për këtë lidhje direkte sot. Përshëndes të gjithë teleshikuesit e Alsat Maqedonisë, aty Argjira edhe nuk e di, shqiptarët që janë nuk e parë. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Gëzuar ditën e verës një herë, që Po, gëzuar ditën e verës. qoftë e mbushur Verë me mbar. lule dhe me gjëra të bukura ashtu siç ka pranvera dhe vera për të gjithë ju dhe për të gjithë qytetarët e Elbasanit dhe jo vetëm. Ë, më thoni pak, çfarë kuptimi ka dita e verës për Elbasanin, duke qenë se është një ditë pak më e veçantë se në qytetet e tjera? Unë besoj që është një nga festat më të vjetra, për shkak se nuk ka një traditë fetare, flasim për to fetaret, por fete mëdha, domethënë të cilat kanë ushtruar ndikimin e vet kulturor të madh, domethënë në botën shqiptare, që është krishterimi dhe që është muslimanizmi. Është një festë që është më e hershme se sa ndikimet fetare, për shkak sepse është një fe që është e lidhur shumë me tokën dhe me natyrën. Unë do të përdor këtë term, domethënë një festë që lidhet me tokën, me natyrën, me ripërtëritjen, dhe nuk do ta quaj shumë festë pagane, për shkak se ndoshta teleshikuesit që festojnë sot, ndoshta mund të duket sikur janë duke zhvlerësuar pak. Pra është një festë e tillë në përgjithësi në Elbasan, por dhe në krahinat përreth Elbasanit, fshatrat, veçanërisht fshatrat kanë edhe ato kanë traditat e tyre, kanë më tepër elemente që lidhen me tokën, me bujqësinë, me kafshët, me ripërtëritjen, pra me jetën, vazhdimsinë e jetës. Dhe njerëzit urojnë me njëri tjetrin, një sene e mbar, ose një vit i mbar, na gjet mo të shëndosh, ose shkurt mo të shëndosh, edhe një verë e mbar. Pra duket se janë, domethënë është një urim që lidhet me vitin, duket se veçanërisht kur thon ditë e verës, sepse në fakt fillon pranvera. Po të fjalë për një kohë, prandaj them që është një kohë, domethënë është një festë shumë më e hershme, dhe duket aq e hershme sa kur kalendari kishte vetëm dy stin, dimrin dhe verën. Dhe prandaj më kupton, është pranë vera fillon, në fakt për ne fillon vera, behari, si mund të thuhet. Për këtë arsye quhet ditë e verës dhe njerëzit prandaj dhe urojnë një vit i mbar. Pra kjo është ajo ndjesia që krijohet natyra, njerëzit gatuajnë ëmbëlsira dhe gatuajnë, le të themi, zahiret e fundit që kanë qenë mbledhur dhe përdorur për dimrin. Dhe kështu dhe ëmbëlsirat, edhe kështu dhe gatimet që hahen. Do doja që ti marrim gjërat me radhë, duke qenë se, siç e thatë dhe ju, shpesh kjo festë cilësohet si festë pagane. A është gabim në qoftë se e quajmë të tillë? Jo, nuk besoj se është një gabim, ndërsa shënon hershmërinë e saj, domethënë të periudhës ku të themi para shqiptarët ose ilirët kanë festuar ardhen e pranverës apo ardhen e verës, që për ta ka qenë stina e ripërtëritjes, gjallërimit, rifillimit të jetës, zbërthimit të shytheve dhe gjithçka tjetër. Kështu që duke qenë se është një festë e tokës, një festë e natyrës, dhe jo aq një festë që lidhet me raportet e njeriut me krijuesin, nëse mund të themi kështu, por është një festë që lidhet me raportet e njeriut me natyrën, mund të themi se është një festë që lidhet me paganizmin në farë mënyre. Dhe sot, në ditën e sotme, është një festë që njeriu mund të kthejë syt nga natyra, nga bota, nga bimët, ato gjërat e vogla, lulet, frutat, pemët, kafshët gjithashtu, dhe besoj që është një festim i mirë, domethënë për rikthimin në natyrë. Dhe më vjen mirë po ashtu që përmendet edhe se nuk ka baza religjioze, sepse shpesh herë ngatërohet edhe me Pashkën, duke qenë se edhe në ditën e verës jepen vestë ngjyrosura, po ashtu në mënyrë natyrale, një lidhje edhe më tepër me natyrën. Por që në fakt nuk është e tillë, sepse edhe vesa simbolizon në të gjën e re. Në fakt, edhe veza bën pjesë tek ajo që ne quajmë hise, se që të vinë pak te ndoshta ceremoniali i festës ose ato elementet e vogla që e përmbajnë festën, ndoshta mund të jetë një pyetje më vonë. Njerëzit e shtëpisë shpërndajnë me njëri tjetrin hisen, edhe kjo është edhe një gjë tjetër shumë e bukur. Domethënë është një festë që ka të bëjë shumë me njësinë familjare. Domethënë jo vetëm me njësinë familjare, lidhjen edhe më të ngushtë, njerëzve me njëri tjetrin, dhe të familjarëve, dhe të lagjës, pra sa njësisë vogël që përbën njeriu edhe raportet shoqërore. Dhe në farë mënyre, unë nuk besoj se ka elemente fetare, aq më tepër që Pashka thash është një muaj më vonë, dhe veza është një element që ka lidhje me atë zahiren.
me atë që përdoret domethënë me ushqimin edhe me kursimet e ushqimit, ajo bën pjesë tek ato që dhurojnë njerëzit, ndoshta tek rritet e veçanta, por nuk besoj se ka të bëjë me Pashkën, aq më tepër që veza e Pashkës është diçka e vonë gjithashtu dhe në krishterinë, qoftë në krishterimin ortodoks, qoftë në krishterimin katolik. Gjithsesi mbetet një nga festat më të bukura që i festojmë ne. Kjo nuk ka dyshim. Është shumë shqiptare, besoj Ergjira. Domethënë, nëse festat e tjera, të cilat janë pa aq të mëdha, domethënë jemi duke festuar, le të themi jemi në muajin e agjërimit tani. Domethënë gjithashtu ka nisur dhe Kreshma, që është një element tjetër i rëndësishëm i krishterimit. Por këto janë, le të themi, festa dhe ngjarje universale, domethënë atje ku feja është pranuar. Nësa Dita e Verës është një festë shqiptarëve. Unë besoj që dhe popujt përqark nesh, domethënë maqedonasit, grekët, serbët, marazezët, mund të kenë ata gjithashtu rite që lidhen me pranverën dhe që mund t'i ketë të vjetra. Por unë besoj që kjo është shqiptarëve, ndoshta nga që e njohim ne edhe më mirë, ka më shumë elemente dhe prandaj them, është një festë shqiptare dhe për këtë arsye unë them se ajo duhet mbajtur dhe për mua është mirë që ajo tashmë ka kaluar kufit e Elbasanit. Edhe pse trevat e tjera kanë pasur ose kanë mbeturina të ritualeve, por ndoshta ka që plot si e shqiptar me një vakt, me ëmbëlsira, me ritet veçanta, me raportet dhe me gëzimin që karakterizon familjen. Disa pjesës në fakt janë edhe në struk ritet të cilat janë shumë të ngjajshme me të Elbasanit. Kështu që po, dakordohem kur thoni se nuk është vetëm në Elbasan, është edhe në ato zonat afër Elbasanit, duke qenë se edhe struga është shumë afër. Desha të them një gjë shumë interesante që unë kam zbuluar ndërkohë që duke folur me studentët e mi, se ne duke festuar festën çdo vit, ne nuk i kuptojmë në disa elemente që janë të vogla por janë shumë të mëdha. Për shembull, gjëja që është më karakteristike e kësaj feste për ne është dhe që bëhet sonte në darkë, është ndarja e hises, që ka një ballakume, që ka një revani, që ka fiq të thatë, që ka arra, që ka lajthi, që ka lule, që ka vezë, apo jo. Dhe dikush është gjë më interesante, që pavarësisht se si janë pjesëtarët e një familje, gjyshja, mamaj, nëna, babai, fëmijët, të gjithë marrin hisën e marrin të barabartë. Nuk është e bukur kjo? Pra, nuk mund thuaj se, për shembull, sigurisht gjyshi në një familje ku janë të gjithë, duket që ka autoritet më të madh, mosha edhe ajo që ka i përvoja për dëm babai gjithashtu, nëna, por kur ndahet kjo hise, u takon në mënyrë të barabartë të gjithë, sepse ku di unë besoj që është një kuptim lidhje me atë që jeta mund t'i ofrojë çdo njeri. Prandaj them që është diçka që ka të bëjë, është shumë e vjetër si rit, domethënë si një festë. Pikërisht edhe për këtë barazinë, simetrinë e bukur që ekziston midis pjesëtarëve të së njëjtës familje. Kështu që nëse njëri merr një vestë, të gjithë do marrin një vestë. Nuk është që njëri do marrë dy vestë. Isha ndahet në mënyrë të barabartë. Nuk e dija këtë detaj, në fakt, edhe për mua është informacion i ri dhe është një vjeç, po. Shumë e bukur kjo. Dhe sigurisht prindit që janë të mëdhenj mund t'i japin diçka më shumë fëmijëve të tyre. Por kur anvisat në shtëpi ndajnë hisën, ajo ndahet në mënyrë të barabartë, pra nuk ka një hierarki. Çdo njeri ka të drejtën natyrale për të pasur aq sa i takon në këtë jetë. Ose mund të përkthehet edhe se ne jemi të barabartë të gjithë dhe të njëjtë përpara natyrës. Po. Pra si qenie natyror, pa kjo është. Për mua, unë besoj që këtë domethënie ka, dhe kur diskutonim vjet me studentët që ishin vinin nga kraina të ndryshme, sigurisht ata pohuan, e kuptuan që në fakt kjo është një festë e barazisë, e kupto pak, shtrohen në tavolinë dhe të gjithë marrin njësoj. Gjë që nuk ndodh. Pra, dikush më shumë, dikush më pak. Nuk ndodh rëndom dhe nuk ndodh as në festat e tjera. Po, zakonisht në festat e tjera, po e dim besoj që nëna jep diçka më shumë babait, se burrat han më shumë. Japim diçka më shumë gjyshit. Në festat veçanta për shembull një pjesë më të mirë të mishit e merr daja ose xhaja ose i ftuari. Të gjithë marrin njësoj në ditën e verës. Dhe kjo është diçka shumë e bukur. Çfarë ka tjetër element të ditës së verës që është karakteristike sidomos për ne Elbasan? Po ne, domethënë ajo që është më e njohur është dita e verës, por dhe 13 në darkë, pra mbrëm. Domethënë edhe ajo është e rëndësishme për ne të Elbasanit. Të themi të drejtën, nata e verës, se quhet natë e verës edhe ditë e verës. Nata e verës është një vakt ku njerëzit mblidhen në familje me njëri tjetrin edhe kryesisht han mish shpendësh, ndoshta mund të gatohen në një qiq, por kryesisht është një mish i shpendëve.
gjeli detit, sunko dhe pula e detit apo rika, dhe ajo po përdoret shumë, të themi të drejtën përdoret në vitë të ri, po përdoret tani edhe në ditën e verës. Njerëzit hanë, përgatisin edhe janë kryesisht Kështu që vakte familjare. ti ka ngelur marak se nuk e ka bërë ndoshta natën e vitit të ri, e ka një mundësi tjetër brenda vitit. Po. Dhe unë duke qenë se jetoj vetëm me maman, gjysmën e kemi ngrënë në vitë të ri dhe gjysmën e kemi gatuar. Shumë zgjidhje e duhur kjo. Po, darka është në shtëpi, ndërsa dreka e ditës verës, që është data 14 mars, është jashtë. Për këtë arsye njerëzit sot Elbasan domethënë, janë në piknik. Pra është dalja e parë në publik, si mund të themi, dhe njerëzit han jashtë, edhe janë kryesisht tani jo vetëm drek, nuk është një drek familjar, është një drek më i gjerë, është e fare fisit. Prandaj them tani që këtu, nëse në darkë njerëzit shtrëngohen me njëri tjetrin anë afër, të nesërmen dhe pastaj në drek janë tani me të rrethin edhe më të madh, dhe që është farefisi dhe familja. Në mëngjes herët ngrihet anvisa e shtëpisë, ajo sigurisht duhet hy me këmbën e djathtë në shtëpi, ajo bën gati hise dhe pastaj duhet vendosi lulet në pragun e derës, edhe pastaj shpërndan ato vezët, edhe fëmijët dalin, edhe i trokasin dyrëve të fqinjve, edhe dërgojnë ato hiset e tyre, dhe ajo është e barabartë me fqinjet, kuptoni, dhe fqinjet nga natyre tregojnë, domethënë dhe dhurojnë dhe ato fëmijët hiset dhe pastaj bëhet krahasimi kush i ka bërë ballakumet më të mira, edhe ballakumja është shumë e madhe në fakt si një ëmbëlsirë, nëse të gjithë e keni parë, dhe ajo nuk mezi hahet, domethënë nuk mund ta hash në një varg, duhet ta ndash në disa copa. Dhe ajo është vetë diçka shumë interesante, ashtu siç ndodh me bukën për shembull në kryshtërim, dhe ajo ndahet edhe shpërndahet me fqinjet edhe derisa pastaj shkohet në drek, dhe në drek gjithashtu shpërndahen në ëmbëlsira. Por siç u thash, kjo është një festë në cilën njeriu bashkohet me natyrën, edhe duhet ha jashtë. Edhe besoj njerëzit tani janë piknik në pjesën më të madhe të rasteve, ndërsa ata që vinë janë në qytet edhe sigurisht janë duke parë aktivitetet që ka organizuar Bashkia Elbasan, e cilat e themi të drejtën, sa herë që vjen 14 marsi ka programin edhe karakteristik. Por unë desha të ftoj nëse familjet domethënë maqedonat se kanë dëshirë që të bashkohen vitin që vjen, është mirë të gjenë miq të familjeve nga Elbasani dhe ta festojnë në familjet e Elbasanit. Dhe jo aq në rrugët e qytetit edhe, sepse është më bukur të zhytesh në atë ritualin e familjeve që festojnë jo vetëm qytet, por dhe fshatrat kanë zakonet e tyre, domethënë kanë bimët e veçanta që i mbledhin edhe pastaj i marrin në shtëpi, edhe janë bimët të cilat çelin të parat, edhe pra thana ose kumulla. Po këtu doja të ndalesha, cilat bimë janë karakteristike në këtë Tashmë kanë çelur kumulla, ajo është e para, por dhe thana ka çelur e para. Dhe thana dhe kumulla nuk mungojnë, domethënë studentët më kanë treguar vjet, domethënë jam student kryesisht të krajinave për qark, të gjinarit, të fshatrave këtu, edhe ata më tregojnë që është një buqet që përgatitet, veçanërisht buqeta e ditës verës, me bimët të cilat janë kryesisht shumë interesante. Thana edhe kumulla që nuk duhet mungojnë, po është edhe një bim që quhet bim e ferre mill, që është si me gjemba, dhe është shumë e rëndësishme sepse sipas bestutnive ndihmon domethënë që të ruhen bakti, të ruhen familjet, ajo pastaj ofera mill, pastaj digjet, dhe në momentin që digjet domethënë nëna në shtëpi fillon me nomatis, përpiqet të thotë për shembull disa formula që largojnë pleshtat, largojnë parazitët, largojnë pra ato që mund ta cënojnë pak mbarsinë e tokës edhe të baktisë. Pra prandaj them që dhe ajo deg dhe ajo buqet lidhet me ato që quhen verore pak, ne i quajmë verore, po gratë i përgatisin me fijet e deveve apo të leshit, edhe i lidhin dhe pastaj i varin në një vend në shtëpi dhe ajo mbetet aty për një vit. E vendoni një pjesë e ritualit. E vendoni kudo që të jetë në shtëpi, sepse te ne duhet që ta varësh kur sheh një dallëndyshe ose lelek, duhet që ta varësh në një deg për veroret, po, duhet që ta varësh në një deg trëndafili, që të jesh i bukur dhe i kurth si trëndafili. Në struk të pak kështu është. Unë besoj që tradita për të vendosur verorën në dorë nuk është e Elbasanit, besoj që për të lidhur, për ta përdorur këtë fijen e leshit që lidh domethënë këtë buqetën, unë e kam hasur në këto fshatrat për qark, dhe kjo buqet po flasa, kjo buqet vendoset diku dhe është si një lloj fetishi i cili mbron shtëpinë edhe tokën nga këto parazitët edhe nga papastërtitë që mund të prishin mielin, zairen, tokën e gjëra të tjera si këto. Dhe siç u thash, këtë e përgatit ajo kryesisht anvisa, zonja e shtëpisë, që mund të jetë gjysha, që mund të jetë edhe nëna,
Njërën për këtyre vjetë studentët më përgatitën dhe masollën dhe është vërtet diçka e bukur të shikosh një buqet me bimë që ne na duken gati të parëndësishme, po janë bimët që, si thua, janë pjesë, ka një simbolik. Secila për atyre pra ka një simbolik. Qoftë thana që është, domethënë është pema e parë që lëshon lulen dhe i fundit frut që piqet. Dhe pastaj ajo kumbulla gjithashtu që është lulja e parë që çel. Dhe elemente të tjera që janë. I kemi dhe ne të përbashkëta, këto vetëm se të ne marrin dhe deg dushku dhe i gjuajnë në thojza, sepse nuk kemi këtu për të folur për dhune absolutisht, i gjuajnë fëmijët. Godasin pak me lehtësi, janë përzvelur ato, janë lehtëtime argjyra. Po, me ato idenë që të jetë të fortë si dushku, sepse dushku e dim që është një dru që këputet me vështirësi. Jo, ky është një ritual, gjithçka është simbolike, pra ka një domethënie. Ka një domethënie, nuk është rastësishme. Është një simbol i bukur, po. Por një gjë shumë të bukur dhe të shijshme që e keni dhe që e përmendëm disa herë sepse nuk ka si ta mos e përmendim në ditën kur flasim për ditën e verës në Elbasan, janë edhe ballokumet. A është ruajtur tradita si në kohën kur janë bërë në kohën e gjyshërve tuaj dhe edhe sot pra tek brezat më të rinj është ruajtur ajo receta origjinale, ajo mënyra tradicionale e përgatitjes, e dhurimit të simbolikës, siç edhe e tham, shpërndahet edhe me të tjerët. Më thoni pak, si është? Sepse kjo është diçka që është shumë karakteristike vetëm për Elbasanin. Dua të them argjyra që janë dy ëmbëlsira tradicionale që gatuan, është ballakumja po dhe ravania. Dhe ravania përgatitet. Revanin edhe e bën. Jo, po nuk është fjala ravani. Jo, fjala ravani është një emër i përgjithshëm për një ëmbëlsirë që përdoret që gatuhet në krajina të ndryshme në Shqipëri. Edhe që gatuhet me miell gruri, por ravania që për cilën flasim në Elbasan në kohën e ditës verës, gatuhet me miell misri. Pra është pak a shumë njëjti brum që përdoret për ballakumen, por ka një mënyrë tjetër se si përgatitet. Ndërkohë që ballakumi është bërë një ëmbëlsirë tashmë që shkon jashtë Elbasanit dhe si të themi është teknologjizuar shumë si ëmbëlsirë në përgatitje, pra tashmë ajo përgatitet me pajisje teknologjike, me rrahset edhe ravania bëhet vetëm në shtëpi. Domethënë ajo nuk ka dalë jashtë shtëpisë. Pra më kuptoni, dhe është një gatim që gatuhet vetëm nga Elbasanlliet. Sepse njerëzit thonë që, domethënë, në afnisët që gatuhen thonë që ravania është nazike, sepse ajo ka një moment që edhe mund të prishet edhe shkon kot që nga momenti që gatuhet e deri në momentin që piqet. Edhe në pjekje mund të dështoj si gatim. Kështu që më duket se ravania është ajo që ka mbetur besnike në një farë mënyrë e traditave, nëse sa për ballakumen, mund të them se tani për shkak se kërkohet shumë si ëmbëlsirë dhe konsiderohet ajo ëmbëlsira e ditës verës, edhe për shkak të formës, ajo tani gatuhet gjithandej. Domethënë shkon në Tiranë dhe gjën që e kanë gatuar dhe shesin, po janë kryesisht gatime që janë, mund të themi ndoshta industriale. Gatimi i ballakumit në Elbasan është një gatim i cili nga pikpamja e teknikës përgatitet. Ka familje patjetër që në Elbasan që vazhdojnë dhe përgatisin në të njëjtën mënyrë. Rrahin tenxhere bakri, të cilat ruhen në shtëpi brez pas brezi, unë deri vonë kam pasur tenxhere bakri, edhe rrihet me lug druri, dhe procesi i rrahjes së saj vazhdon për 3 ose 4 orë, sepse duhet të rrahur ngadalë, edhe gjithashtu dhe vendosja e përbërësve duhet të jetë ngadalë. Domethënë kryesisht gjalpi që bashkohet pastaj me vezë ose veza me gjalpin, dihet se unë nuk e di akoma, nuk kam përgatitur akoma për ta mësuar recetën, futja e millit të misrit etj. Tani ëmbëlsira tradicionale sigurisht ka të bëjë dhe me produktet që përdoren. Që gjalpi duhet të jetë një gjalp që vjen nga lopët e zonës, kryesisht në Elbasan e kanë marrë nga polisi, nga fshatat për qark Elbasanit. Dhe ai gjalp ishte kryesisht një gjalp vije, që gjalpi i visë është vjen i bardhë, ka një aromë tjetër. Vezët që duhet ne i themi vezë të fshatit, pra janë vezë jo të pulave që rriten në stabilimente në këto fermat, pra dhe vezët e fshatit e kanë atë ngjyrën e verdhë dhe më të verdhë. Aroma e gjalpit vezë shtëpie, domethënë kështu 100% aroma e gjalpit është bio, sigurisht. Ka zona dhe zonja shtëpie që përdorin akoma mielmisri që e marrin nga fshatarë të veçantë, nga krajinat për qark, domethënë nga fshatat për qark. Pra, kur thua për ballokumen e shtëpisë, është për shkak të produkteve që përdoren nga shtëpitë e fshatrave që vinë për qark apo jo. Edhe për këtë arsye, edhe shija është tjetër. Dhe patjetër edhe receta, se ndoshta duhet ta dim pak që
për ta mbrojtur mielin, përdoret pak edhe atë që ne quajmë fi. Ç'është fia? Merret hiri i stufave me drurit që digjet, futet në ujë dhe ai qëndron aty për 24 orë, dekanton, dhe pastaj ai uji që del do të përdoret për brumin. Po njerëzit duket një gjë e pisë, në fakt, besoj duhet ta Është gjëja dini, më e hiri që del nga pastër. djegja. Po, pikërisht. Është gjëja më e pastër dhe është një mënyrë shumë e veçantë e përgatitjes. Unë për vete kam ngrënë Po, ballokume edhe në Elbasan edhe në Tiranë dhe e Tiranës, me gjithë respektin për tiranësit, nuk ka lidhje pasurinë. me atë Jo. me me atë që është e As bërë me të Albania. vërtet nga ato zonja, domethënë që duket që janë më të moshuar edhe që duket që e kanë përgatitur Po, vetë, se janë edhe mënyra po, e lidhjes dhe e paketimit, domethënë dallohet që është e bërë po. vetë me duar dhe jo në mënyrë Pastaj industriale. duhet kemi parasysh një gjë, që sa më të vjetra nënat edhe gjyshet, aq më shumë ato janë, se themi, fanatike të Mhm. zakoneve të vjetra. Edhe diçka tjetër, ballakumja e përgatitur në mënyrë artizanale në shtëpi është më e madhe, Po, shumë e madhe. Ndërsa ajo që shitet në dyqane tenton të jetë më e vogël për shkak se do të konsumohet nga një person, ose ajo në shtëpi është më e madhe, sepse mendohet, siç të thash, ndarja me njëri tjetrin është gjëja më e rëndësishme. ë Prandaj ose për shembull ne kemi udhëtuar në vende ndryshme të botës, domethënë kemi parë që popujt përçarknesh, veçanërisht popujt në Perëndim, Franca, Italia, Portugalia, Spanja, kanë shumë gatesa tradicionale, por për shkak të turizmit, për shkak të kërkesave të mëdha, porcionet vinë dhe zvoglohen. mhm. Mirë, po kjo gates tradicionale dhe Elbasanit nuk kanë pranuar asnjëherë ta zvoglohen, pra që brumin ta fusin ta në diçka më të vogël. Jo, përkundrazi, duhet të jetë Sepse duhet të e ndahet. madhe. Po, patjetër që do të ndahet. Dhe çfarë është një gjë tjetër? Ballakumet në përgjithësi gatuhen pak më herë, pra janë gatuar në mënyrë që domethënë ditën e parë mirë që të mos hahet, që të ndodhi vazhdoj procesi i mpiksjes, edhe ditën e Mhm. dytë. Pastaj aty nga dita e tretë burmi fillon dhe zbutet dhe atëherë është koha edhe më e mirë për tu ngrënë. Dhe Sekreti i Elbasanit kjo. është ma kanë thënë dhe unë për vete kur kam ardhur në Elbasan kam marrë më tepër ballokume sepse e kam ditur që shija bëhet më e mirë më vonë. Është ndër të pakta Dhe ushqime që kur rri bëhet më e shijshme. ashtu si vjen hisja për shembull, dhe në hisje ka moll, ka arra, ka Mhm. fiq. Mirë është që kur ti e han ballakumen ta shoqërosh me këto gjërat që po të them tani, pra me mollën, bëhet shumë e mirë. Domethënë një kafshat ballakume, një kafshat moll, dhe pastaj figi tha, dhe pastaj arra, dhe është shumë e mirë. Pra nuk hahet vetëm ajo, dhe pastaj pinë çikujse të veliti. Jo, shoqëroj me këto gjëra të tjera. Po kupton? Ne na shkoi goja lëng tani duke folur për këto gjëra kaq të shijshme, sepse me të vërtetë janë gjërat tani shqiptarët njihen për kuzhinën e mirë, po sidomos për këto gjërat artizanale të cilat janë karakteristike sidomos për zona specifike, janë edhe më të veçanta dhe më të shijshme dhe më vjen keq për ata të cilët nuk i kanë provuar, por i sugjerojmë që të vinë sot në Elbasan, të vinë nesër. Miq nga Elbasani, se në rrugë mund të blesh, por nuk kanë të njëjtën cilësi. Kuptoni? Se është gjë tjetër që ti përdor rrasën, domethënë metalike, dhe Mhm. është gjë tjetër që ti përdor një lugë druri e cila dhe me forcën e krahut, domethënë vazhdon ngadalë të bëhet edhe të shkrihet. Dhe sigurisht në momentin që përgatitet ballakume, se kjo është edhe një gjë tjetër, duhet të jetë soba e ndezur, sepse brumi duhet të jetë në një temperaturë të veçantë që as mos të ngri, as mos të shkri shumë. Pra dhoma duhet të ketë një temperaturë gjatë kohës që ajo bëhet rrahja, 3 orë sa zgjat, mos edhe më shumë. Ne do vim vetëm ta shijojmë ballakumen se për ta marrë si zanat Sigurisht. një çik si vështirë. Po edhe unë vetë Ë s'kam sa domethënë teorikisht e njoh praktik, edhe nga pikpamja e studiueses. ma merr mendja sepse duket e vështirë, por ama shumë e shijshme siç edhe e tham. Siç është kjo ballokume e shijshme, ashtu është edhe kjo ditë kaq e veçantë, e bukur, Mhm. mikpritse për të gjithë ne të cilët nuk jemi nga Po. Elbasani, por që vim në këtë ditë në Elbasan dhe Mirë për se këtë të jemi vini sepse tani falendërues. kaloi. Vitin që vjen. Patjetër, por gjithsesi Elbasani është i bukur në çdo ditë të vitit dhe ballokumet janë aty jo vetëm për ditën e verës, sepse e di që mund të gjejmë edhe në ditë të tjera të Fillojmë vitit. që në shkurt, Po, sepse kërkesat janë, veçanërisht kjo periudha e ditës së verës, domethënë pak përpara datës 14 mars edhe 15 dhe 16 shumë intensive dhe kërkesat janë të mëdha. Por deri në fund të marsit mund të gjesh që ka njerëz që i gatuajnë edhe. ta Kështu kem që deri në fund parasysh të marsit mund të vini shikuesit dhe tan. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.
Faleminderit Argjira për bisedën e bukur dhe gëzuar ditën e verës edhe një herë tjetër, një vit i mbar për të gjithë ata që po na ndjekin. Faleminderit shumë gjithashtu dhe për ju.